Në një ceremoni përkujtimore me pjesëmarrjen e banorëve të fshatrave, përfaqësuesve institucional, familjarëve të dëshmorëve dhe martirëve, përfaqësuesve të shoqatave të dala nga lufta, në fshatin Zahaq u bë zbulimi i pllakës përkujtimore kushtuar të rëndëve në luftën e fundit çlirimtare. Në këtë pllak janë skalitur emrat e 10 dëshmorëve të kombit dhe 46 martirëve të rënë nga Zahaqi dhe nga fshatrat përreth, Llabjani, Ramuni dhe fshati Nakëll. Ceremonia përkujtimore u mbajt në një tubem përpara vendit ku është vendosur pllaka, në qendër të fshatit Zahaq. Flamuj kombëtar, lule dhe këngë të përkushtuara për dëshmorët e lirisë shoqëruan këtë ngjarje për plot emocion dhe krenari. Zërat e familjarëve të rënëve u bën bashkë me kujtimet e bashkëluftëtarëve, duke sjellë në kujtesë sakrificën sublime të atyre që dhanë jetën për liri. Pllaka përkujtimore, një vepër simbolike kjo e gdhendur në gur, me emrat e 10 dëshmorëve që ranë në vijat e frontit, po edhe të 46 martirëve të vrarë mizoresht gjatë luftës nga forcat okupatore serbe. Emrat e tyre janë përjetësuar në këtë monument për të mos u harruar kurrë nga brezat që vijnë, si dëshmi e një të kaluare të dhëmshme, por edhe krenare. Për t'i nderuar dëshmorët dhe martirët e rënë, u mbajt një minutë hishtje nga pjesëmarrësit. Lavdi. Fillimisht për të marrë fjalën u ftua Ramosh Haradinaj, kreu i AAK-s, i cili tha se liria në këtë tokë është e shenjtë dhe do t'jetoj për aq kohë sa ne i qëndrojmë besnik gjaku të derdhur për të. Heroizmi dhe sakrifica e dëshmorëve të kombit do t'jenë gjithmonë udhërrëfyes në shtetëndërtimin tonë dhe në forcimin e faktorit shqiptar si garantues i paqes, stabilitetit dhe zhvillimit në rajon. Sot janë dy porësi që qohen, e mund vjen mirë që këto porësi po i qohen pikërisht për këto, pikërisht për juve, dhe ju falenderoj gjithëve që spari na keni nderuar me këtë memorial, ku do të ruhen përjetësi emrat e martirëve, emrat e dëshmorëve, dhe do të ruhet në përjetësi dhimbja jonë, sakrifica jonë, vujtjet tona, po edhe kënaria dhe ndjenja e lirisë e drejta me jetu të lirë, pra në përjetësi. Kushta që ka ndihmu, që ka dhënë përkraje, që ta kemi këtë memorial, faleminderit. Porësia është e tillë se sot bashkohen datat. Pra sot jemi me 5 maj, është data e dëshmorëve të kombit, është datë që dedikohet të gjithë atyre që gjatë përpjekjeve, për liri, për shirim, për pavarësi, dhanë edhe më shtrejten jetën. Pra të gjithë atyre që ka ndonë më shtrejten jetën, ne përjesisht për ulemi para tyre, para veprës tyre, para familjarëve tyre, para vazhdimësisë që kanë lënë ndër breza, dhe detyrimisht prap jam i nderuar që këtë ditë shënume e shënohem bashkë me ju, kështu të bashkuam. Mos harroni. Çdo lëvizje për liri është e jona. Çdo përpjekje për liri është e jona. Çdo muni, edhe i mulla Zejk Bërdynës, për të vjeshve, po edhe i këtyne në rafsh, edhe lëvizjet e pasluftës dytë botërore në Desheja, burgoshrit politik, dhe vëndaria atyre, lëvizja pasore, edhe hequr për president Rugova, UÇK-ja, gjitha janë tona, janë shqiptarëve, janë Kosovës, janë pasunie jona, e ne duhet t'i nderojmë vërtet, me sinqeritetin më të madh, me dashnin më të madhe, këto vlera. Nikosisht, është nderin tonë, t'julojmë brezave, atyre që vinë, bojnë edhe vepra tjera, pa t'julojmë temel, t'julojmë mundësi. Temeli më i mirë për ne është Republika jonë, Republika e Kosovës, edhe besoj që do t'dim t'a ruajmë me kujdes.
Unë sot jo pahiri, e kam gjithë pikërisht këtë ditë me nderue një prej adetarëve të shumë zonës tonë. Pra kësaj zone, po qaj ka qenë adetar, i çështjes kombëtare, shqiptare, i përgosur politik, një njeri që i kaloi krejt, po e them ashtu etapat e dhimbshme, e arriti lirin, edhe ishte edhe kryetari yni, kryetari PES, deputet më vonë, pra është Ali Laqi. Edhe në pasdekje, pra, e shfrytëzoj këtë rast, këtë prezencë, që të dedikoj familjes tij, për shprehur me njohjen time të thellë për kontributin e veçantë dhe meritat e jashtëzakonshme në avancimin e çështjes sonë kombëtare, pra kam ndjenjë të daj medaljen në besim sot atë dhe e shtet Ali Laqi pasdekjes. Nëse është dikush i familjes, se ftoj ta pranon. Une nuk e thon pahiri, faleminderit shumë. Nuk e thon pahiri që pa u çkën besos na kishar era shqiptar. O kon rrezik mos e pa ardhur dhe u çkaja. Gjitha tjera lëvizje e kanë bërë pjesën e vet. Edhe pa ato lëvizje s'kish ardhur çkaja, pa të gjitha. Po pa u çkën sa kishar era shqiptar. Amo, edhe pa ndihmën e Amerikës, e NATO-s nuk e dija e këshimërije ditën e Irisë dhe qysh. Është nerën tonë si shqiptarë, sa herë që kujtojnë bijtë tonë, njerëz tonë, dashurit tonë, t'i themi faleminderit NATO-s, faleminderit Amerikës. Lavdi të rëndë për liri, faleminderit për fjalë. Lavdi të përjetshme për gjithë dëshmorët e të rënët e fshatit Zahaq, me rrethin, shprehi edhe Gazmend Muhaxhiri, kryetari komunës së Pejës në fjalën e tij. Sot, në ditën e dëshmorëve, po përkujtojmë 56 të rënë për lirin që ne e gëzojmë sot. Është detyra jona që mos të harojmë kur këta njerëz që dhanë mas shumti që paten jetën e tyre që na sot jetojmë të lirë, dhe është obligim moral çdo herë të kujtojmë me pietet dhe të nderojmë të rënët e atë dheut. Lavdi e përjetshme. Për një fjalë uftua Safete Shala, përfaqësuese e shoqatave të dala nga lufta e UÇK-s. Ajo u shpreh se lapidari që po e zbulojnë në nderim të dëshmorëve e martirëve dhe të zhdukurve të Zahaqit është dëshmi për brezat se liria e ka çmimin e lartë. Sot në këtë ditë e madhe për kombin shqiptar, data e 5 majt, dita e dëshmorëve të kombit, i kemi kujtimet e freskëta për betejat dhe heroizmat që bën djemt dhe vajzat tona në mbrojtjen e këtyre trojeve që te paret në Ilana Manet. Vepra madhore e sakrificës sublime nga luftetarët e lirisë i ktheu ata në të pavdekshmit atë dheu. Lapidari që po zbulojmë sot në nderim të dëshmorëve, martirëve dhe të zhdukurve të bashkësisë lokale Zahaq, janë dëshmi për brezat se liria ka çmimin e lartë. Çmimi i lirisë është gjaku i pahumbur i bijve dhe bija me të çmura të atë dheu. Duke ditur se amaneti i tyre ende nuk është realizuar sa duhet, ne duhet të vazhdojmë të punojmë bashkë. I përjetshëm qof kujtimi për dëshmorët dhe martirët dhe të zhdukurit. Lavdia dhe nderi ju takon të gjithë atyre burrave dhe grave që kontribuan për lirinë që ne e gëzojmë sot. Lavdi dëshmorëve të kombit. Nga Agjencioni i Menaxhimit të Komplekseve dhe Memorialeve të Kosovës, uftua para të pranishmëve t'u drejtohet me fjalën e tij Imer Hakaj. Ai u shpreh se personalisht dhe agjencia ndihen krenar që kanë arritur ta finalizojnë këtë memorial për martirët e dëshmorët e këtyre fshatrave. Agjencia e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale dhe unë si drejtues ndihem krenar që bashkë me ju sot po vendosim precisht kurin monumental të lirisë së popullit Kosovës këtu në Zahaq, komunës së Pejës. Dhimbja më e madhe e gjithë neve këtu është për familjarët të cilët edhe sot presin me dashurit e tyre të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Si institucion, për këtë dhimbje të madhe për çdo ditë, po bëjmë thirrje të drejtësia vendore dhe ndërkombëtare që të bëjnë punën e tyre që gjithë personat e vrarë e të zhdukur në luftën e fundit të zbulohen e të zbardhen sa më farë për fatin e tyre. Prandaj për gjithë të rënët për liri, kujtimi dhe nderimi do të mbeten deri në përjetësi. Lavdi dëshmorëve
të Zahaqit e të komunës 5 dhe të gjithë Kosovës. Lavdi martirëve të Zahaqit e të komunës 5 e të gjithë Kosovës. Respekt për veteranet e luftës, konsiderat për sakrificën e invalidëve të luftës. Krenar gjithmonë me të kaluarën e popullit të Kosovës me shumë sakrifica në periudhat ndryshme historike deri në fitoren tonë me të mirën liri. Të drejtuar me guxim e dinitet nga ushtria çlirimtare e Kosovës UÇK. Të faleminderit ish komandant Azem Veseli, ish komandant i brigadës 1-3 Adrian Krasniqi, për gjithë angazhimin, mirëkuptimin dhe punën tonë me Agjencinë e Komplekse Memoriale, me kolegët Enver Dreshaj, Shqiponi Adergjonej, të cilët i keni mundsu deri këtu këtë projekt. Lavdi gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit. E ceremonive përkujtimore, madhështin u ashton prezenca e komandantëve të brigadave, ku për nder të zbulimit të kësaj pllake mori pjesë edhe Azem Veseli, komandant i brigadës 133 Ardian Krasniqi, i cili në emër të brigadës u shpreh se përkulemi me përkujtim të thellë përpara kujtimit të 10 dëshmorëve dhe 46 martirëve të fshatrave Zahaq me rrethin. Këta dëshmorë martir ranë duke dhënë gjithçka nga vetja që Kosova mos të jetoj në robëri. Sot është një ditë për kujtimi, por mbi të gjitha një ditë nderimi dhe zotimi se jemi mbledhur për të përuar një lapidar që nuk është vetëm një gur përkujtimor, por një dëshmi e gjallë e historisë sonë, e gjakut dhe vlijimit të qendresës dhe krenarisë. Në emër të brigadës 133 Ardian Krasniqi, përkulem me nderimin më të thellë përpara kujtimit të 10 dëshmorëve dhe 46 martirëve të fshatrave Zahaq, Llabian, Ramon dhe Nakull. Këta janë bijat dhe bijat e tokës sonë që ranë për të ngritur lart në përjetësi, sepse ranë për lirinë, për të ardhmen për ne. Ata nuk kërkuan asgjë për veten, por dhanë gjithçka për të tjerët. Luftuan për të mos lejuar që Kosova të mbetet në robëri. Dhe bën këtë me guximin, me shpirt e me të pasur dhe me dëshirë për atë dhënë. Në çdo rrethim lufte, në çdo kujtim të bashkëluftëtarëve të mi, emri këtyre fshatrave janë të lidhur ngushtë me sakrificën e Zahaqit, Llabianit, Ramunit dhe Nakullës. Nuk dhanë vetëm mbështetjen logjistike, por dhanë edhe gjakun e bijeve më të mirë dhe këtë nuk do ta harrojmë kurrë. Ky lapidar është për ne shumë se memorial. Është kujtesë që na sjell qëndrimin e dinjitetin për amanetin e tyre, sepse liria nuk përfundon me armëpushimin, ajo fillon me ndërtimin e një shoqërie që e çmon jetën, drejtësinë dhe sakrificën. Të nderuar të pranishëm. Për komandën e brigadës 133, çdo dëshmor është një flamur dhe çdo martir është një dritë që ndriçon rrugën. Sot bashkë me ju, ne zotuam se nuk do të lejojmë që kujtimi për ta të zbehet. Do të punojmë për një të ardhme ku brezat që vinë do të rriten krenarin e atyre që ranë për te. I lavdi e përjetshme dëshmorëve dhe martirëve të Zahaqit, Llabianit, Ramunit e Nakullës, lavdi ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në emër të fshatit Zahaq, si përfaqësues i kësaj bashkie lokale, mori fjalën profesor doktor Zymer Neziri. Unë ju përshëndes në emër të familjeve të 10 dëshmorëve të kombit të bashkisë lokale Siparant, ose Zahaq, që përfshin katondet Siparant, Llabian, Nakull dhe Ramon, nga këto familje: Kabashi, Vrenezi, Kelmendi, Maloku, Veseli, Hyseni, Nikçi e Smajlaj. Ju përshëndes bashkë edhe në emër të familjeve të 47 martirëve të kombit të kësaj bashkie lokale të Siparantit, si vijon familjet Cukaj, Dobra, Delia, Gjoka, Hyseni, Kastrati, Neziri, Nikçi, pra Neziri Nilaj, Nikçi, Rama, Atashi, Demaku, Murati, Smajlaj, Shala, Kelmendi,
Lajqi Nilaj, Veseli, përsëri Nikçi, Berisha, Shala dhe në fund familje Vranezi. Këto ishin pra familjet e 47 martirëve të kombit pra, dhe ata më parë që i thash të 10 dëshmorëve të kombit. Të nderuar pranishëm, sot është ditë pikëllimi, po dhe ditë krenarie për këta 56 dëshmorë e martirë të kombit. Edhe ata praran për lirinë e dheut, e me ta përfundoi robëria një shekullore nga Serbia, me fitore në ushtrisë qeveritare të Kosovës. Emrat e tyre të kësaj lidhur në këtë pllak përfillimore janë për t'u kujtuar brezave tashëm dhe të ardhshëm që të mos i harrojnë kurrë krimet ushtarake e policore serbe në këtë bashkësi lokale të këtyre katonëve tona. E ndërta, ende ka edhe të pagjetur. Ata u fijuan, e ne jetojmë që t'i kujtojmë dhe të kërkojmë drejtësi për krimet që ende kanë mbetur të pandërshkuara. Të nderuar pranishëm, sot i nderojmë edhe të gjithë luftetarët e zonës operative të Dugazhinit, komandantin General Ramush Haradinaj. Sot i kujtojmë edhe luftetarët e brigadës së Krushme, pra Adrian Krasniqi dhe komandantin e saj Azem Veseli. I kujtojmë të gjithë, pa harruar ndihmën e madhe të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s. Mirëpo, siç e dini, Serbia ende vazhdon në kërcënime, e sulme dhe po rrezikojnë jetën tonë. Por, edhe ushtria jonë po rritet shpejt, e po forcohet shumë për të mbrojtur lirinë e Kosovës. Pas përfundimit të fjalimeve, u ndan edhe disa mirënjohje. Faleminderit, me keni nderu me këtë çmim. Ky çmim nuk më dedikohet mua. Ky çmim ju dedikohet të gjitha familjeve të dëshmorëve dhe të zhdukurve dhe martirëve. Me një recitim për dëshmorët e dheut para jush me kënaqësi Sidorela Kelmendi. Sot jemi mbledhur këtu me përkullje dhe nderimet e thella përpara veprës dhe sakrificës së atyre që dhanë me të shtrejtën, jetën, për lirinë dhe dignitetin e popullit tonë. Ne të tokë të bekuar, ku çdo mban kujtimet e betejave për lirinë, po përurojmë një memorial të ri, një gur kujtesi i përjashëm, për të ndërtuar dëshmorët dhe martirët e bashkësisë lokale, Llabian Zaç Ramën, të cilët janë ndërshpyllat e qëndrueshmërisë së pavarësisë tonë. Në mesin e tyre qëndrojmë me kënaqëri edhe dy djemë të kësaj toke, Bekim dhe Blerim Kelmendi, emra që dëruan për jetë në memorien tonë kombëtare. Ata ishin vllazër në gjak dhe ideal, që rrështuan krah për krah në rrodhet e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, për të mbrojtur lirinë, derin dhe të armën e vendit tonë. Bekim Halil Kelmendi, një djalë me shpirt të madh dhe zemër të pastër, la pas vete jo vetëm një histori trimërie, la pas vete një vajzë me emrin kosovare, simbol i dashurisë së tij për vendin që atë shumë e dishi. Blerim Halil Kelmendi, i njohur ndryshe me Nuh Kenrusi, një luftetar i pathyeshëm, dha shembull në përkushtimit deri në fund, duke mos ndalur asnjë çast në rrugën drejt lirimit. Sot, përmes këtij memoriali dhe këtij aktiviteti përkujtimor, ne nuk po përkujtojmë vetëm të kaluarën, ne po i riafrojmë betimet tona se nuk do t'i harrojmë kurrë, se do t'i mbajmë në zemrën tona si udhëtyes të përhershëm, të drejtësisë, dignitetit dhe të lirisë. Ata nuk jetojnë fizikisht mes nesh, por fryma e tyre rënë çdo të arritur të këtij vendi, në çdo të drejtë fituar me gjak, në çdo brez që rritet i lirë por gjakut e tyre, të dashur të pranishëm. Ne të ruajmë kujtimin për dëshmorët tonë, jo vetëm në fjalë, por edhe në vepra, të punojmë çdo ditë, që kjo liri të jetë sa më e drejtë, sa më e denjët për sakrificën e tyre, e liria të mos mbetet vetëm si kujtim, por të jetë realitet që ndërton të kaluarën, dhe që nderon të kaluarën dhe ndërton të ardhmen. Lavdi e përjetshme e dëshmorëve të kombit, lavdi Bekim dhe Blerim Kelmendit, qoftë i përjetshëm kujtime për të gjithë djemtë dhe vajzat që ronë për lirinë e dheut. Pjesa artistike kanë kushtuar dëshmorëve Bekim e Blerim Kelmendi, para jush Shaban Demaj. Kush nuk ulun prej
Shqipnia, qata pro Kosove, kona pret Shqipnia. Karu kolla në Dukagjit, jem derimi me valdekim, nuqe këta u kështun, ne s'do pram të shkallu tun, ne s'do pram të dëshmun vetën tu, për vonë zotit me vdekjen, për Kosove pavarësi, edhe gjakun për lirin. Të respektuar të pranishëm, programi artistik vazhdon edhe me një tjetër prezantim. Para jush do jeni këngës folklorit Rifat Berisha, i shoqëruar nga Embrush Januzaj. Kujtimore në Zahaq, tashmë do të qëndrojë si një dëshmi historike, një periudhë të lavdishme dhe një pikë referimi për gjithë ata që duan të njohin më afër historinë e fshatrave që kontribuan me jetën e bijve të tyre në çlirimin e vendit. Ngjarja e 5 majit në Zahaq dhe fshatrave përreth është një tjetër dëshmi se kujtesa kolektive e popullit ton mbetet e gjallë dhe se nderimi për të rënët nuk do të shuhet kurrë, për aq kohë sa do të ketë dritë mbi këtë tokë që ata e deshtën më shumë se jetën.